Edi, pse dole nga Big Brother? Kjo është pyetja që më është bërë më së shumti pas largimit tim nga shtëpia. U tha se kisha ofenduar publikun, se kisha kaluar kufi dhe se ky ishte shkaku kryesor i daljes sime. Por dua ta them qartë dhe pa ekuivok, unë publikun nuk e kam ofenduar kurrë. Përkundrazi, publiku ka qenë mbështetja ime më e madhe, ai që më ka kuptuar, më ka përkrahur dhe më ka dhënë forcë në momentet më të vështira. Reagimi im nuk kishte lidhje me publikun, por me një situatë konkrete brenda shtëpisë. Nëse një njeri jashtë Big Brotherit do të ishte sjell me mua në të njëjtën mënyrë siç u soll ai person aty brenda, reagimi im do të kishte qenë i njëjtë. Sepse kishte ardhur një pikë ku provokimi, fjalët dhe sjelljet ishin bërë të vazhdueshme dhe të rënda. Nuk ishte një moment i vetëm, ishte një akumulim. Unë jam njeri, jo robot. Kam kufi emocional dhe psikologjik. Kur dikush të shtyn vazhdimisht, kur të cenon, të nënvlerëson dhe të provokon, vjen një çast kur reagon. Ndoshta jo në mënyrën më të mirë, ndoshta jo siç do të doje ta shije veten, por reagon sepse je i lodhur dhe i shgënjur. Ajo që më ka lënduar më shumë nuk është vetëm dalja, por shgënjimi. Jam i shokuar sepse njeriu që e kisha më afër, ai nga i cili prisja mirëkuptim ose të paktën korrektësi, ishte pikërisht ai që më goditi më fort. Dhe kjo është ajo që them më shumë në jetë, jo sulmi nga një armik i hapur, por nga dikush që e ke pasur pranë. Prej aty nuk e pret, unë hyra në Big Brother për të qenë vetvetja, për të luajtur me dinitet dhe për të mos ulur nivelin. Kam bërë gabime, nuk e mohoj. Por kur nuk kam pasur qëllim të ofendoj publikun apo të shkel vlerat e mia nëse reagova, ishte sepse u ndjeva i provokuar dhe i shtyr përtej kufive të durimit njerëzor. Dalja ime ndodhi në një moment tensioni dhe keqkuptimi, por kjo nuk e fshin rrugëtimin tim, qëndrimin tim dhe respektin që kam për publikun. Ata që më kanë mbështetur e din kush jam dhe pse reagova. Dhe për mua kjo ka më